A ka ndonjë temë që ende nuk ke guxu, po them, me shkru, sepse mendon se akoma nuk je gatshme. Po, pyetje shumë. Që lidhet me ato të profës Haqifeve. Po mendoj që religjionin ende nuk e kam eksploru shumë në shkrime. Kështu po, i kam të lexuar librat e shejt, i kam lexoj komas kohë, po religioni është ajo që edhe më provokon edhe më step në këtë periudhë. Unë jam shumë e sigurt që në një moment tjetër kam e bë, kam u fut edhe aty në ujrave, po që religionin është am step pak. Edhe ende nuk kam provu diçka në fushën e teatrit ose të filmit. Po ta them Tojza, cila është gënjeshtra më e bukur që e ke kthyer në art? Okej, po e ndoj një moment kur e kam shkru komedinë e kuqe, aty ku po ma ndalë ti fjallën, tash po e vazhdoj. Kur jam ndalë, me vendos për temën tek komedia e kuqe, e kam dëgju një vajzë diku në tavolin, afër meje, në një prej kafeterive të qytetit, ishan me dyshja me vendosa tema, po jo sepse flitej shumë që trit, po lëvizin jashtë vendit, po gjejnë format ndryshme, për me gjetë një jetë më të mirë. Dhe ma e rana që mu ka do kështë martesa me dikon që e nje ose se nje fare dhe e pagun me pare. Dhe qëndrimi i ati personi me atë burë ose me atë gru për shumë vite, qëndrimi me atë person dhe ma ndej krejt në fund mas një kohët gjatë, rikuperimi edhe vazhdimi jetës andej. Edhe për herë më pengoj ke kjo. Dhe gënjeshtra ma e bukur që unë realisht e kumbash që kjo zakonisht ka ndodhë të meshkujt. Unë e kum bë të kundërtën, e kum bë një gru, shtu shaj revolt, e kum bë që një gru, po vendos, po shkan, dhe po e gjen një burë, po e pagun, dhe po i merr letrat, dhe po vazhdo jetën andej. Po e kum gjetë, do më ka duk që është shumë eran, banale krejt kjo, dhe jo mundu që nëpërmjet anës komike me sjellsi, ose me qitim pak këtë fenomen që po ndodh hala në vendin tonë, po aso kohë ka qenë shumë e theksume, ku tritve që kishin marrë kështu rrugën, edhe mu më pengoj kem shqetësoj ke vazhdimisht kjo. Edhe mendosa me këtë... Si u prit? U prit shumë mirë, na thirrën edhe... Këtë pjesën që mashkujt kanë shku, e kemi jetu edhe e kemi normalizu, po them. Po kjo pjesa është pak provokative, triki. është triki, e kom bë edhe në film, tek Okarina, filmin e gjatë, filmi ma e kishte rrugtimin e ti të suksesshëm, kishte premier botrore në Goa, pastaj shumë, çmime shumë, po çmimi që unë mas shumë e kujtoj është çmimi skenarit ma të mirë në një vend në Uruguay, ku ka shku veç filmi, s'kemi qenë as ne autor. Edhe ka qenë vërtet arritje, po pikrisht edhe në film është kjo gënjeshtra që po e përmendim, gruaja e kërkon... Atë tremb që ta mbyllim këtë bisedë, ndonjëherë ideja se një ditë nuk ki me pas për çka me shkru. Jo, fare, jo. Fare, do më hanë çdo ditë... Gjithmonë ka me pas çka me shkru. Kom shumë gjana afër që kisha dasht me inda, me lexust, me shkru diçka. Çdo ditë kem hallë, jeta është çdo ditë me gjana të bukra, jo të bukra, me hallë, me derte, me... Veç aki ko me shku. Veç aki ko edhe aki motiv me...